إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله. الحمد لله الذي جل وعلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. Gjithë lavdërimet dhe falinderimet përkasin vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rruga e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalla shanu dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguar Allahu xhalla shanu. Ashtu ne dim me bindje plot që ai nuk është vetëm dërguar Allahu xhalla shanu, por është dërguari I fundit, ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Unë jam profeti I fundit, thot dërguar Allahu xhalla shanu, dhe nuk ka profet pas mua. Edhe ashtu Allahu xhalla shanu lajmëron në Kur'an: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Që Muhammedi është dërguar Allahu xhalla shanu dhe ula e profetit alayhi salawatu wa taslim. Ashtu si dim ne që vleza dërguar Allahu xhalla shanu kur vin në dunja një profeti Allahu xhalla shanu, ka dy lloj njerëzit. Ka një kategori që ka fjala e tij që janë të mbushura me realiteti, me vërteta, edhe vetë fjala shpallja ka nurin e vet, me një dyret në zemrën njëri dhe pranon. Edhe ka ato janë njerëzit më të shquar, më të kuptueshëm. Kurse janë një kategori tjetër që shkon në mrekulli, do një diçka që nuk bën dot njeriu, edhe vetëm bën Allahu xhalla shanu, me atë habit ose merr çudit logjikun e tij dhe ai pranon. Po ai nuk quhet njeri I zgjuar, kështu lloj njerëzit zakonisht edhe kur vin rasti tjetër, ato rashqitin edhe nuk qëndrojnë. Por prapë Allahu xhalla shanu, profet që janë nga Allahu xhalla shanu janë dërguar, atyre jep disa mrekulli për të vërtetuar profecinë e tyre. Ashtu siç kemi dëgjuar në librin e Allahu xhalla shanu, që Allahu xhalla shanu ka dhënë Musa alayhi salatu wassalam skop, që kur hedhte ai atë, ai gaher bën të gjarpër, I kthen të gjarpër, gaher ai godiste në gur edhe delte ujë, ashtu bën të mrekullira. Skopi Musa alayhi salatu wassalam ishte një kamishi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ai kamishi kur vish, Allahu xhalla shanu ka dërguar me Xhibrili, kur Ibrahim alayhi salam është hedhur në zjarr. Ibrahimi alayhi salam, Xhibrili ka ardhur me një kamish që ka veshur Ibrahim alayhi salam, pa dukshëm. Ai nuk bën të zjarri, nuk ka bërë efekt pastaj si për atë. Edhe ashtu Allahu xhalla shanu ka dhënë urdhë zjarrin mes djeg Ibrahimin. Këtë kamishi është e veshur Yusuf alayhi salatu wassalam kur ishte në pus, edhe ai është qëndruar ruajtur. Këtë kamishi Yusuf alayhi salam ka dërguar Jakubin alayhi salam. Kur ka kuptuar, kur kanë ardhur vlezat e Yusuf alayhi salam edhe janë hapur sekretet që ato kishin hedhat, që vllai jon është mbreti I Egjiptit tani. Atëherë tha, si është babi? Ka thënë babi ka duke duke kujtuar ty ka hikur syri. Atëherë Yusuf alayhi salam ka dhënë ai kamishi. Vlezër, kamishi Ibrahim alayhi salam ka ardhur tek Ishak. Ishak është biri Ibrahim alayhi salam. Ishaku ka dhënë birin e vet Jakubin alayhi salam. Edhe Jakub alayhi salatu salam kishte lënë në qafën kur ato vlezër një natë kanë bërë konsultimi që Jusufi është shumë I dashur tek babi jon. Edhe duhet Yusuf alayhis salam kishte treguar ëndra. Dhe pas ëndra kanë ndryshuar, ka ardhur xhalozia, hasad, që duhet heqin
pengesa e Jusufin nga rruga tonë, se ai është pengesa i madhe që nuk bindet profet një njeri për nesh, se ai ka për të ardhur si profeti Allahu Gjalleshanu pas baba jonë. Edhe ato kanë marrë Jusufin, edhe kanë hedhur në pus, edhe kanë krijuar histori që ka thënë para Jakub a.s. që ka ngrenë ujku. Për Jusuf a.s. Jakub a.s. dinte me bindje nga dy shkaqet. Një kur ka ikur Jusuf a.s. Jusuf ai ka veshur ai kamishin. Ai kamishin me pamje nuk ishte dukshëm, por profeti shikonte. Jusuf a.s., Jakub a.s., Ishak. Ato shikoshin në njeri thjesht. Edhe ato vlezër kur kanë hequr rrobat e Jusufit nuk kanë kuptuar do që ka kamishi që ka veshur Jakub a.s. Edhe Allahu Gjalleshanu ka mbrojtur me te kamish. Ai kamishi Jusuf a.s. kur dëgjon që babi im ka humbur shikim, thot vlezër të vetë një njeri për atyre, kush është më i shpejt që ikën në Kanaan. Kanaan ishte një fshati ose një qyteti i vogël në Siri. Edhe kanë një muaj udhtim ishte nga Kairo deri në Kanaan, deri Savi. Një njeri në kali ose në deve i shpejt. Edhe ka thënë mere kjo kamish. Edhe hedhe në syrin e babi jonë, Allahu ka për të i kthehur syri. Allahu ka të reguar në Kur'an këtë gjarje. Edhe vinë personi edhe sa herë gjatë rruga. Allahu të reguar në Kur'an. Sa ka dalaj, Jakub a.s. është duke thënë para një muaj lartë, jam duke nuhatur era Jusufi im. Ato, një familjes, o babi. 20 vit vlezar. 20 vit ka humbur Jusufi. Edhe o babi. Edhe gratë thënë, o Jakub, dërgur Allahu Gjalleshanu. Tani Jusufi ka ndruarje. Dhe kur do kujtosh ti Jusuf? Jo tha pasha. Jusufi im është i gjallë. Sa i dinte një, kishte parë endra. Edhe dytë që unë kam veshur ai kamish që ruan nga gjitha keqa. Edhe përndaj është i gjallë, unë nuk e di ku është. Por, ai është vlezër mendoni tani para disa vit, domethënë para 40 vit, ai Jusufi ishte në pusin e i fshatit, pyllit. Se vlezër kanë ikur bashkë me delet të vetë, bashkë me Jusufi në pyll, për të kullotur atë deve, ose delet. Por nuk ka nuhatur era. Ka kërkuar gjithë natën, edhe vetë ka shkuar në pyll, nuk gjeti Jusufin. Ishte në një pus. Kurse tani një muaj distanca largë. Nga Kairo, nga Egjipt ka dalë, edhe kjo është në i fshati Siri, edhe thot, jam duke nuhatur era Jusufi im. Kër Allahu kur do, ashtu ben. Edhe vlezar, qëfar do të pasaj, vinaj edhe hedh në fiturën Jakub a.s. kamishin edhe me njëri këthen shikimi Jakub a.s. Ashtu Allahu ka dhenë markulli, ashtu markullit Isa a.s. Muhammedu Rasulullah, që është kryetari profete, ati Allahu Gjalleshanu ka dhenë shumë markulli. Edhe markullit Allahu i kur jep profetu jep si pas koha, si pas njerëzit. Edhe në djenë Allahu Gjalleshanu ishte që ummeti Muhammedu Rasulullah ka për të zhvilluar në iskenca, në lezimi, në studimi. Allahu Gjalleshanu markullia ma i madhi që ka dhenë Muhammedu Rasulullah është Kur'an. Markulla tjere në shumë të i vogël në krasimi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thot, me vonë, flet me shokët Profet a.s. me tabiinët, familët e sahaba, pas jeta Profet selam, se Abdullah ibn Mas'ud ka jetuar deri në 32 hijri. Do më thënë, afërsisht 21 vit ma shumë, pas i vdekje Profet a.s. Edhe a i thonë të para familët e sahaba, që ju kur dëgjon markulli, ju vinë qudi edhe ju rritët imani, kurse ne nuk kishim besuar tek markulli. Ne kemi besuar Muhammedu Rasulullah. Prandaj, pa neve mjafton që Muhammedu Rasulullah çfarë ka thënë. Pastaj gjitha ai është dërguar Allahu Gjalleshanu çfarë do, Allahu është fuqiplot bën çfarë do. Prandaj neve nuk na riste imani, nuk paksonte nga vështirësira, nga problemet. Edhe Muhammedu Rasulullah është dhënë markullia më i madhe është Kur'ani. Lezër, pas Fatiha ajeti i pari që thot Dhalikal kitabu la raiba fi. Edhe sfida më e madhe është në sura i pari ajeti i parë. Kjo është libri Allahu Gjalleshanu pa diskutim, pa dushim.
Edhe pastaj Allahu thot, pas du faqe është një ajet. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Në qofs, edhe kjo Kurani është duke zbritur vlezër mes kampionat gjuha arabe. Nuk ka zbritur në njerëzit thjesht, ishin njerëzit shumë famshëm, poetët i mëdhaja, njerëzit në gramatik, në gjuhën dishin, domethënë ishin Kurani ka zbritur në 7 mënyrat e gjuhës. Lezohet në gjuha arabi, ka ashtu siç kemi në dialogët tona, ashtu ka arabi ka dialogët. Edhe sipas dialektit arab, 7 dialekte gjitha janë në gjuha Quraysh. Edhe ishin specialista, ato leshin në çdo vit haxhi, se haxh kanë bërë pas Ibrahim a.s. vazhdimisht arab. Edhe pse ishin mushrik. Haxh beshin lidhja, tawaf, pastaj adhuroshin atë idhujt të vet, edhe çdo vit ato poetë që kanë kënduar poezi më e mirë leshin varur në ku janë perdat e Kaaba aty sipër, dera porta Kaabës. Tha është dikush burr, që di gjuha më mirë nga mua ashtu. Kur Allahu Gjalleshanu ka zbritur suratul Kauthar, se ato surat i vogla gjitha që janë në gjuzit 30, ato janë në fillim kanë ardhur. Sura Alaq e pari erdhi, sura Qalam dyti erdhi, sura Muzammil 3, Muddathir 4, sura Fatiha 5, ashtu pastaj sura fundit i vogla gjitha e kanë ardhur më shpejt. Edhe sura Kal Kauthar ka ardhur atëherë, dërguar Allahu Gjalleshanu nga Hadija radhiyallahu anha ka lindur 3 djem. Të 3 janë i vdekur kur ishte i vogël. Edhe ato, rini qetë, pse nuk ka një njeri trashëgimtar që pas profeti Muhammed, pas i vdekja Muhammed merr mesazhin e tij. Se zakonisht njeri ka pritja që mesazhi im ose çfarë unë kam sjell, çfarë është qëllimi i jetës tim, ai ka për të vazhduar familjen e mi, brezat e mi. Edhe ato ka thënë, duhet rim qetë, sa i vdes Muhammed, pastaj i vdes edhe thirrja Muhammed pas Muhammed sallallahu. Që janë duke i vdekur djemtë të tij. Atëherë Allahu Gjalleshanu për të qetësuar, dërguar Allahu Gjalleshanu për të larguar mërzitjen e tij, ka dërguar suratul Kauthar, inna a'tainaka al-Kauthar. O Muhammed, ne kemi dhuruar ty lugina Kauthar, lume Kauthar, edhe ne dim çfarë është lume Kauthar. Edhe pastaj ka dhënë përgjigje inna shani'aka huwal abtar, riqet ti nuk ndërpreret breza jot. Edhe pse ti do i vdesin familjet ty, ne kemi për të ruajtur edhe breza jot, edhe mesazhin tënd. Edhe kjo sura kur erdhi, dërguar Allahu Gjalleshanu ka gjitur aty. S'ka pas sura Kauthar kanë haruar arab për të vendosur sura tjetra, është gramatik lart. Dhe ky është Kurani i famshëm vëllezër, që është dërguar mërkullia më i madhe që ka dhënë Allahu Gjalleshanu. Edhe aty Kurani bën sfidë. Nëse ju keni dyshim që kjo që kemi zbritur tek robi jonë, domethënë tek Muhammed sallallahu alaihi wasallam,